Instituti Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri. Më 22 shkurt 2014 në Prishtinë, me nismën e një grupi studiuesish, u mbajt mbledhja e parë për themelimin e Institutit Naim Frashëri, me shpresën për një ndryshim të mbarë në shoqërinë tonë. Ky institut u themelua nga njerëz të shkencës, që kanë vullnet dhe ekspertizë në lëmi të ndryshme shkencore, me synimin për të bërë një punë të rëndësishme në shoqërinë tonë, duke dhënë kontributin e tyre në fusha të ndryshme të shkencës e dijes. Pse u themelua Instituti Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri? Çfarë dëshirojmë të arrijmë me këtë nismë? Cili është qëllimi ynë konkret? Çfarë pritet nga ky institut? Çfarë na premton puna në institut? Pas mbledhjes u vendos unanimisht se misioni i Institutit Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri ka për qëllim të krijojë ura lidhëse ndërmjet njeriut si qenie individuale në përpjekje për mbijetesë në botën e sotme, duke e plotësuar atë në një qenie humane, materiale e shpirtërore në shoqërinë që e rrethon. Në çfarë modeli do të funksionojë Instituti Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri? Instituti ynë do të realizojë misionin e vet në të mirë të njerëzimit, duke u mbështetur në modelet më njerëzore, e një nga ato do të jetë modeli i Naim Bey Frashëri. Cili është vizioni ynë? Vizioni ynë është krijimi i një modeli të shoqërisë civile të karakterizuar nga liria, përgjegjshmëria, respekti për diversitetin, përpjekjet për drejtësi dhe barazi, zgjimi i pasionit për dinjitetin njerëzor dhe përkushtimi i pareshtur për të mirën e përgjithshme. Cilat janë objektivat tona? Ngritja e kodit shoqëror përmes fuqizimit të vlerave, shtrirja e misionit ton brenda dhe jashtë Kosovës, përkrahja e intelektualëve të fushave të ndryshme shkencore në shoqëri, krijimi i teorive dhe doktrinave të reja përmes studimeve historiko-shkencore, angazhimi për dalje nga kaosi i gjendjes aktuale duke përdorur logjikën e shëndosh. Ku kemi arritur deri tani? Pas marrëveshjeve të bëra më 29 mars 2014 në vilën Kefser në Prishtinë, u përcaktuan pozitat, obligimet dhe përgjegjësitë e themeluesve të Institutit Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri. Në këtë rast u formuan 7 departamente. U bën ndarja e tyre dhe u caktuan kryetari, nënkryetari, menaxherja e financave, drejtori i përgjithshëm dhe koordinatorët e të gjitha departamenteve. Instituti Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri posedon këto departamente: Departamenti për Kulturë, Arsim dhe Art, Departamenti Multimedial, Departamenti i Botimeve, Departamenti për Zhvillim Social, Departamenti për Çështje të Femrës, Departamenti për Ekologji dhe Mjedis, Departamenti për Shëndet Publik.